Prej një jave, firma e kontraktuar ka nisur hedhjen e shtresës së parë të asfaltit në rrugën e Komanit, duke i dhënë një tjetër pamje këtij aksi. Kryebashkiaku i Vaudejës, Kristian Shkreli, tha se janë asfaltuar 5 kilometrat e para nga Komani në drejtim të Vaudejësit. Sezoni veror do të ofrojë një tjetër standard, duke ndikuar ndjeshëm në infrastrukturë dhe cilësinë e turizmit. Puna në rrugën e Komanit po vijon me ritme të këndshme. Ka një javë që ka nis asfaltimi i rrugës Komanit. Deri në këto momente janë arritur të shtrohen rreth 5 kilometër asfalt. Shpresojmë që deri në fund të muajit të mbyllet komplet 33 kilometër rrugë të asfaltohen plotësisht. Ky sezon turistik që po vjen me një standard komplet tjetër për zonën tonë, se vjen me një infrastrukturë të përmirësuar dhe për një turizëm sa më të mirë dhe sa më të favorshëm si për banorët e zonës tonë, gjithashtu edhe për gjithë komunitetin dhe gjithë Shqipërinë. Banorët e zonës e kanë pritur prej dekadash këtë investim. Ata tregojnë se përmirësimi i infrastrukturës lehtëson lëvizshmërinë, por jep edhe zhvillim ekonomik Komanit dhe gjithë Vaudejësit. Punime shkëlqyeshme me gjitha anët. Si me mur majca, si me mur ramrojtje si për rrugët, me të tërë ka njësë shumë marë. Zma të fjallë që po, e ditë e bunë turizm, e ditë se të tonë pluhën e kiamet rruga 7%, edhe kënë tonë groba për para, të është ma të shkëlqyshëm, del të manë zonë si javlen kjo investim. Ashtë një fitore për ne, një anër shumë pritun, ishte një anër që jena të vëprit tash sa vite. Rruga e Komanit është një nga akset më të vështirë, por njëkohësisht edhe ndër më piktoreskët në veri të Shqipërisë. Ajo lidh qytetin e Shkodrës me liçenin e Komanit dhe vazhdon drejt Fierzës, duke shërbyer si një pjesë itinerari të rëndësishëm për ata që udhtojnë drejt Alpeve shqiptare. Kjo zonë është një nga destinacionet turistike kryesore të qarkut Shkodër, pasi të çon drejt lumit të Shalës, si një nga destinacionet më të kërkuara. Krahas asfaltimit po bëhet edhe pajisja me ndriçues publik, si dhe trotuar ansor.